Nga uiski tek aeroplanët bëhe hakmerret ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jemi gati për tarifat e reja. Komisioni Evropian ka rritur presionin ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke paraqitur planin hakmarrjes me vlerë gati 100 miliard euro, duke përfshirë artikuj të shtrenjtë si avione deri tek pijet alkolike si uiski, të cilëve mund t'u vendosen tarifa. Listat përfshin makina pasagjerësh, pajisje mjekësore, kimikate dhe plastika, si dhe një mori produktesh bujqësore. Gjithashtu në listë janë rikthyer edhe pije të tjera alkolike, pasi vendet prodhuese të verës, Franca dhe Italia, ushtruan presion mbi Komisionin Evropian të hiqte ato nga frika e zemërimit të Trump. BE-ja po shqyrton gjithashtu kufizimin e eksporteve të çelikut, të skrapit dhe produkteve kimike me vlerë 4.4 miliard euro. Objektivi vërtet mbetet rezultati i negociuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha presidentja e Komisionit Evropian, von der Leyen në një deklaratë. Ne vazhdojmë të përgatitemi për gjitha mundësitë dhe konsultimi nisur do të na ndihmojë të orientohemi në këtë punë të nevojshme, theksoi ajo.